Mi mbrëma dhe përshëndetje me shtretërisë mirë se takohemi në emisionin Debat i Lirë. Për dallim nga herat e tjera, sonte do të diskutojmë një temë më ndryshe, ka të bëjë me dhunën e familje, konkretisht tek dhuna ndaj grave, pasi që natën e 27 qershorit, gazetari dhe analisti i disa mediave në Kosovë, Valen Sylla, është arrestuar në ndyshimin për dhunën e familje, në këtë rast për rrahjen ndaj gruas së tij apo personit që ka bashkëjetuar apo bashkëjeton. Por ajo që na intereson edhe më shumë është reagimet e ftofta nga disa kolegë të tij dhe disa të tjerë mos reagim fare, pasi që dhuna në familje duhet të trajtohet njëjtë pa më parasysh se kush e bën dhe si e bën. E për këtë do të flasim me kolegën, në këtë rast kemi ftuar në rolin e psikologës, që është psikologe Vlera Bokshi, Okmata, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, na jam faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ana juaj. Atëherë nuk e di sa keni qenë në rrjedha për me pa zhvillimet e fundit sa përket gazetarit që unë e kam quajtur kontrovers, për shkak se është njohur prej që është në media duke komentuar tema të shumta që kanë ndodhur në Kosovë, edhe ato fetare, sportive, politike kështu me radhë. Por ndoshta më spaku që shprit një gjë e tillë ka ndodhur nga ky gazetar Valen Sylla, por reagimet kanë qenë shumë të ftohta. Pjesërisht të disa kolegëve që kanë reaguar duke lidhur edhe me të kaluamën e tij për disa probleme që ka pas, por jo për të reaguar siç jemi mësuar me pa reagimin që sepse dhuna është dhunë e bëri Vlera apo Naimi apo tjetri duhet të reaguar. Pse ky reagim ka që ftoft edhe cili do duhet të ishte një reagim që do duhet të dënohej edhe Valen Sylla edhe të tjerët kudo që bën ata. Po. Qysh tha dhe ti Naim, normal që gjithçka duhet të vlerësohet ose të dënohet, ose më thonë në bazë të rastit, dukurisë që ka ndodhur, jo në bazë të individit. Për shkak se na kanjëherë e shohim në përditshmëri që rriten disa ngjarje, nashta që nuk jem për mu rrit deri në një nivel të caktuar, ndërsa kur vjen puna te dhuna, konkretisht nga një person i cili, më thonë, vazhdimisht ka ngrit çështje, ka akuzu njerëz, ka linçu, ka etiketu, ka bullizu, edhe vjen puna që i njëjti, domethënë, ushtron dhunë në familje, që për mu, realisht, kur një burr ushtron dhunë ndaj gruas, është dështim. Domethënë, një burr është dështim për burrin kur arrin në atë pikë, domethënë se është mandej e diskutuar më herët na edhe një thonje që personi që jeni tu e përmend, domethënë e ka postuar, e ka publikuar. Po në regjia nëse kemi foton mund ta shohim në ekran regjia. Nëse kemi gati mund ta shohim po. Kjo është. Sa më budall moshkulli më shumë dhunë, Valen Sylla flet për dhunën ndaj grave. Fiks para një viti kur vetë tash ky realisht kur më ftove dhe ma tregove temën, unë konkretisht, jo pse kom pa thonjen, po më ndërlidh me shumë leximet mia psikologjike, më thonë që dhuna lidhet konkretisht prej pavetdijes. Jo me këtë fjalën që ky e ka thujt, që e ka shpreh ky, po prapë se prapë ka mirë, në kuptimin psikologjik e ka mirë, për shkak se njeriu kur funksionon në formë të pavetdijshme, do të thonë na krejt funksionojmë çashtu. Po ideja jonë që me qenë njerëz më të mirë, më të përshtatshëm për veten, për rrethin, është që ato të pavetdijshme tona me i kthyn të vetdijshme. Edhe kur nuk arrim që ato mi kthy, mandej gjithçka që i kemi bo vetes presion, ndjesive tona, mendimeve tona, cilat veç i kemi shtyp vazhdimisht, atëherë ato kanë me dal dikur, që ato impulse kanë me dal dikur dhe mu shfaq. E personi që ma shumë na bën trigger në çdo rast, dhe më thonë angacmon, që çdo pjesë tona të mendjes është në shumë raste është partneri ose partnerja. Për shkak se, do të thonë, që ato elemente që na nuk i pëlqejmë te vetja në formë të pavetdijshme, personi i vepron, i bën, edhe na kërkush nuk ka me rre veten. As me e gjyku, jo kërkush, ka njerëz që vetë gjykojnë, janë kritik. Po ç'ka është niveli i vetdijes, po kur nuk e ke këtë nivelin e vetdijes, atëherë ti automatikisht reagon ndaj grus që ka reagu personi në fjalë në këtë rast. Do të thonë edhe që nuk je i zhvilluar në kuptimin mendor, të normalisht që me koeficient inteligjencës je njeri normal, nuk je me zhvillim të vënshëm, por sa i përket kësaj pjesës së vetdijes, sa shumë ka projekte sot të organizatave të ndryshme që merren me ngritjen e vetë. Kjo është ajo ngritja e vetdijes, domethënë që duhemi, po na nuk kemi nevojë veç organizatat me na ngrit vetdijen, na si individ, secili duhemi më punu me veten tonë, që me ngrit vetdijen këtë rast personi, që me ditë këtë thonje kur e ka shkruar,
Kishte qenë shumë ma mirë nëse e kish kthy te vetja pak, se për ne është shumë lehtë me fol për tjerët, mi tregunin ai mi çka duhet me bo, çish duhet me ja bo në një moment caktun, ose e kundërta, më tregu dikush mu, po kur vjen puna te na krit kemi qef mi ana shkalu. Pse se nuk është shumë e lehtë mu ballafaqu me ç't pavetdijen tonë, se kanë herë na del edhe vetja që nuk jemi çata që na supozojmë kon, se gjithmonë e qesim si atë veten tonë ideale, unë jem kështu, unë jem. Në këtë rast, gazetari, pra është në media me vitet të tëra. Ka qenë shembull sipas disave, si një gazetari të mirë fill që bën, edhe ka qenë prezent në media, pra nuk është pritur që ta bëj këtë gjë Valensyla. Pra edhe njerëz e famshëm, njerëz që kanë ndikim në mas, pas kanë probleme të tilla që në fund dënohen, sepse kemi 48 orë ka qenë në polici. Pastaj, sipas vendimit të fundit, nëse nuk po gabon, pra ka ndalesë për një periudhë kohore që të afrohet personin e fjalë këtë rast asaj vajzës që ka bashkëtu. Po. Kjo fakti që ka ndalesë me taku është shumë i duhur, normal që organet kompetente e dinë çka veprojnë, por realisht edhe është shumë e duhur për shkak se një person që ushtron dhunë nuk duhet me pas të drejtë me pas kontakt as personi, po nuk e meriton personi i cili është dhunu viktima në këtë rast, pavarësisht që po përshkruhet që ka qenë diçka e vogël, po dhuna nuk është gjithmonë fizike. Nëse ka qenë kaq e vogël, nuk po flasim për valorin, por për të tjerët, pse duhet bëhet kaq e madhe? Pra mund ta falemi njëri tjetrin ose mund ta minimizojmë këtë problem që të mos shfaqet në publik dhe të shkojmë bashkë me bashkëshorten apo me bashkëshorten në polici. Po. Nuk po them për valorin, por kështu si problemi i përgjithshëm. Po, ne mundemi me vendos, po mendoj çiftet kur kanë konflikte, po nuk kemi nevojë me dërgu punën deri te dhuna ose deri te momenti kur gruaja duhet me të lajmëruar në polici. Po ideja është që na me tentu që ato raportet jo të mira, se fakti që ka del diçka publike, ajo tregon që mrapa ka pas shumë çka ma herët, se kur gjë nuk bëhet publike me një ekces me një lajm të parë ose me një lajm të parë, me një moment të parë. Por domethënë ajo rritet, egzagerohet dhe mandej shpërthen dikur. Po tjetra që tha nuk është prit prej ti. Unë realisht nuk ka njeri në tokë që muj me thonë që nuk pritet prej ti. Për shkak se njerëz na unë prapë po këthejnë ata ajo, që sidomos figurat që jenë ma publike, që dalin, që ju bjenë me qenë pjesë e medjave, është shumë ndryshe, unë me dalë një orë, me thonë edhe me folë diçka, shumë ndryshe e mune realisht jashtë qësoj studios, edhe në raportit e mija me njerëz, me familje e tjerë e tjerë. Kështu që me këto po du me thonë që nuk është e papritur, për shkak se njerëz kanë përjetime, as një postim që buhet, as një fjallë që thuhet, nuk nëse i analizojmë, të gjitha e ka një kuptim. Më thonë, kanë diçka thellë, si thonja që e ka vendos personi në fjallë. Më thonë, është diçka që ti nashta ka njëherë vetë, nuk e analizon në qatë formë, so e ka qatë thellësi. Për shembull, neve në përditshmëri na ndodh kur unë i thom, muj me bisedu me dikon edhe qaj kuptimi që unë e kam, që unë e paraqes, nashta nuk është qysh tjetri e kupton. Për shembull, një profesionist mundet me kuptu shumë ndryshe, që ato që unë jem të... Për shembull, statuset e me në Facebook të i kupton në formën e një psikologe, ato kanë disa kuptime ndryshme. Po, se pavetdia jonë shumë shpesh folë, edhe statusat e me, për shembull, në momentet caktune që mund, si personit në fjallë. Pra, mundës të cilin me përjetu që shëndjen vete nëse halët probleme që mundet me i pas. Në disa rase, sepse janë gjithë përfshirës. Po, normal, njeriu, se cili i përjeton në formën e vetë. Se cili i ndonë në qatë formë që, më thonë, e ndjenë, ka dëshirë, edhe, po ka shumë ma thellë se qaqë, se na ka njëherë edhe kur flasim me idenë që jemi të dashme përqu diçka të mirë, po në thellësi jemi të marrë me veten diçka. Jo gjithmonë se për shembull, pra po kthejnë atë që ky statusi. Ky status ju ka drejtu të tjerëve, por realisht ka pas të bëj me veten. Dhe me thonë... Se ka menu që ka mëra në Grockë? A e ka mendu, ndoshta jo, po pavetdia gjithmonë është në pyetje. Dhe me thonë, kjo është ideja që na duhemi mu njoftu me qëtë pavetdien tonë në mënyrë që mos me ra në qëtë Grockën që mas një viti me qenë. Se duhet me hesh shoshnia, këtë rast ndaj një dhënuesi, si që është tash gazetare Valensyla, në raport me të tjerët.
Pra, e thashë në fillim që ka pasur reagime dhe vazhdojnë me pas, sepse është një presion i anës tjetër që pse po heshni, por nuk ka reagim të mirëfillt qysh ka pasur reagimit e tjera. Në këtë rast apo bie që jo çdo gjë quhet dhunë varet nga kush e bën atë. Po minimizohet ky rast dhe këtë rast si femër qysh e kishe komentuar këtë rast, sepse po i bie që njerëz e famshëm, njerëz që kanë pushtet mund t'i pështojnë medjave, mund t'i pështojnë edhe pse jo edhe policisht edhe shtetin, ndërsa janë problematiket më të mëdha në familjet e tyre. Po, normal që është shumë diçka negative, fakti që diku i minimizohet, si në këtë rast, i minimizohet problemi, por që realisht duhet mu trajtu si problem shumë i madh. I njëjtë me të gjithë. Me të gjithë, biles, nuk po du me thonë që duhet mja egzageru për faktin që, me thonë, është figurë publike. Edhe figurat publike normal që duhet me qenë shumë të kujdesshëm, jo vetëm kur dalim para kamerave me qenë ata ideal, po me qenë përdiqëmëri. Edhe e njëjta është edhe me personin e fjallë. Me thonë, është desht me u trajtu biles edhe më shumë nështa, për faktin që është një figurë që shumë shpesh merret model. Njerëzit që shikojnë për ekranit, ata se cili njeri që e shohin ka, më thonë, e dëgjojnë me idenë që kanë me përfitu diçka. Ndërsa ne kur zhgënjehemi për asaj figurës që kemi mendu, që kemi me përfitu diçka, më thonë, kjo nuk është problem vetëm për personin në fjalë, po kjo është problem komplet shoqëror për ndikimin e këtij akti të dhunës në komplet shoqërinë tonë. Me idenë që hajtë se po bëj ka, dhe më thonë nuk ka, mandej edhe kur komentohet që ka qenë diçka e vogël, lëndime të leta, jo, lëndim, dhe më thonë, edhe lëndimi emocional edhe jo fizik, është lëndim, është dhunë, prap se prap, dhe më thonë edhe ajo duhet mu trajtu njëjtë si dhuna fizike, për shkak se studimet që janë bo, saj përket, për shembull, dhunës fizike, tregojnë që është e njëjta dhimbje edhe pjesa emocionale. Më thonë, nuk është vetëm me pas goditje fizike që me u quajt dhunë. Mirë po është edhe abuzimi psikologjik që të na është tepër i zhvilluar, mandej është manipulimi psikologjik që gjithashtu është tepër i zhvilluar. E krejt këto normalisht që e kanë efektin e vet jo të mirë, edhe për të cilat duhet me u ngrit zani për shkak se në këtë abuzimin psikologjik bëjnë pjesë të dy gjinit, pavarësisht në abuzimin fizik jemi mësuar që gjithmonë me ushtru burrat, në këtë pjesën psikologjike janë të përfshira të dy gjinit edhe është, dhe më thonë, problem që normal që na duhet si shoqni, si media, me umar, me trajtu. Atëherë, kemi disa foto të Valon Syles ku ka pasur disa reagime dhe për presidentën Vjosa Osmani dhe me disa figurat ndryshme, madje edhe nuk është që i ka lënë ose që i ka falë në këtë rast edhe hoxhallarët. Pra është marrë me shumë tema, për arsye në një lajm që kemi bën ne, në këtë rast unë e kam quajtur kontroversë sepse është marrë me shumë tema dhe vazhdimisht mirët ai. Pra ne secili jemi gazetar, po jemi pak a shumë njohur për një fushë caktuar dhe nuk mund të jemi të përgjithësuar sepse të paktën mund të shkruajmë ose kemi informacione, por jo dalim në televizion dhe të japim me opinione qëndrime ndryshme. Në këtë rast gazetari Valon Syla përveç që është marrë me hoxhallarë, është marrë me tema ndryshme, ka qenë një nga problematikat në media sepse ka bulldozuar në forma ndryshme. Pra të mirësh me një presidente, me të parën e vendit për shkak të pamjes së saj, besoj që është me ullës e sa ullët, për shkak se është diçka, është normale se cili me pamjen e vet mund të jetë i kënaqur ose jo, po është çështje e tij ose saj personale dhe jo të mirë një gazetar të paktën në media. I kam parë disa reagime edhe sot të disa gazetarëve, po edhe kemi parë reagimin e ministrës e cila po tenton të bëhet kryetare e kuvendit, Albulin Haxhiu, me dy reagime ndaj Valon Syles, duke thënë se dhuna mbetet dhunë pa më parasysh se kush e bën. Ndonë se politikisht janë rival me Valon Sylen për shkak të opozitarizmit të tij, por në këtë rast kemi parë një reagim të ministrës së brendshme, por jo edhe të kolegëve të tij që kanë qëndruar me muaj bashkë në televizion. Po, na jem tash normal që... Ishte pak e gjatë, por... Po, jo, nuk ka problem. Normal që reagimet e zyrtarëve shtetëror janë të domosdoshme në këto raste. Nëse na dhe nuk kemi reagime atëherë për çka është shteti. Më thonë, se cila gruan këtë rast në shtëpi që mundet më ndje rrezikun e prej bashkëshortit, duhet me ditë që është dikush që ngrit zonin për ta.
edhe normal që kjo heshtja në lidhje me rastin është problem në veti, normal që është e domosdoshme zyrtarët shtetror me ndërhy edhe me bo deklarata, për shkak se secila gru në shtëpinë e saj që mundet momente të caktune me undje rrezikune për dhunë prej bashkëshortit në këtë rast, duhet me ditë që dikush ngrit zonin me fol për to, më thonë me mbrojt ato. Po, kur e përmende që ka fol për hoxhallarët, ka fol për dukjen e presidentes, njeriu zakonisht ato pakënaqësitë që i ka me veten gjithmonë i ndërlidh me tjerët. Edhe kjo pse prapë është shumë e thellë psikologjike. Do të thonë ku na kemi nevojë me i përmbush ato nevojat tona, pse se na nuk e shohim veten, me thonë unë po dokna shumë keq, ose unë nuk jam shumë e mirë. Nashta unë në vetveten time mund të me boqet diskutim me veten, por realisht nuk dal me e thonë. Publikisht jo. Po. Edhe tash automatikisht kur unë nuk e them për vete, unë dalë thëmë diçka për dikon tjetër. Do më thonë gjithmonë është, po në këtë rast, kisha desht me ndërlidh edhe këtë anën tjetër të medjave sot, problematikës e medjave, për shkak të klikimeve. Na e dim se shumë luftojnë sot mediat për klikime. Ka njëherë jënë gjendje edhe me degradu shumë qka, vetëm për me arrit dhe të klikimi. E ndoshta në momentet të caktuara, njerëzit, pavarësisht që tentojnë mos me dalë që ata nuk jenë realisht, vetëm për me arrit të një klikim. Po kjo mundet me qenë deri në një nivel, sepse ti nuk mundesh komplet me dalë jashtë vetvetes, po ka ato elementet të tuat. Kështu që me këto po du me thonë që gjithçka që ai e ka vepru, qëndrën në kuptimin që edhe nëse ka tentu me bo për klikime, prap diçka të brendshme ka, që normal që duhet prap po thëmë me gjithsesi dhe fakti që ka ushtru dhuna, normal që... Komenteve në portale, jo vetëm të rasti Valonit, por të këtë tjereve shive që thonë pse po bëni kaq të madhe për një shoplak ose për një shtymi ose diçka. Çka është dhunë sipas jush në familje? Dhunë... Dhe pse duhet me shku në policinë nëse e shtym pak burrin ose gruan se edhe gratë po din ndonjëherë me sulmu burrat. Po. Dhunë është prej momentit që dikush të ofendon verbalisht. Të sulmon verbalisht, të bën mundje keq me veten, të bën mundje e pasigurt me veten, të bën mundje inferiore vazhdimisht, që kjo është dhunë psikologjike. Po jo e arsyeshme me dalë në publik, apo? Okej, që mu paraqit si rast dhe mu trajtu si çështje fillimisht brenda çiftit është gjithsesi. Për shkak se që aty fillon. Çdo tolerancë e dhunës psikologjike dërgon në dhunë fizike. Për shkak se personi i cili e ka të nevojshme, i ka qëto ti tregove sa temat i ka trajtu, sa njerëz ti ka linqu, edhe krejt kjo e tregon... Edhe i ka lëndu. Edhe krejt kjo tregon për një farë pasigurie mrena vetes edhe tendence për me qitë diçka që, më thonë, është e nevojshme për veten e vetë. Edhe tash, krejt që lomshi që e ka bu me krejt që to tema, normal që dikur, dhe më thonë, që lomsh nuk po arrin, na kemi nevoj me i trajtu çështjet. Edhe mande jo me dërgu, për shkak se kur një person i tillë nuk është i marrun me veten sa duhet, nuk është qatë pa vedije, nuk e ka të kthyne në vedije, atëherë automatikisht që kjo dhuna psikologjike ka mu shëndru në dhunë fizike dikur. Për shkak se që ato pasigurit, krejt që i përmenda, ato diku duhet me u kanalizu. E nëse nuk kanalizohen si qysh duhet, ato kanë me përfundu në qëtë formë. Kështu që prej momentit kër e kemi dhunën psikologjike, abuzimin psikologjik, duhemi me tentu me e trajtu, nuk po thëmë shku në polici, po me trajtu në mes të qiftit. Më thonë, jo me e arsytu tjetrin, deri në atë nivelin sa ti shkelesh komplet. Po me pas një limit. Për pas ka rrugë që mundem me pas zgjidhje derisa të shkojmë tek policia ose derisa ta bëjmë mediatike. Pas ka opcione, një rrugë gjatë që mundem ndoshta me eliminu këtë problem që mos me dalë në media. Ndonë se the që nuk është problemi aty për aty, pra është një kohë më herët që kanë pas probleme ndryshme, janë mundu ndoshta me ndalë për brenda, por ka momenti që duhet pa dashën ndoshta me goditje ose diçka, pastaj bëhet kaq e madhe, siç janë bërë shumë lajme tjera, edhe nga rasti i Valonit. Po ka rrugë, normalisht. Unë prapë po them, na veç kemi nevojë mu vetdisu, me kuptu, që qysh po bën mu tjetri mu ndje, ose qysh po bën unë prapë se nuk po du me tingluta që vish gratë, se ti e përmendë tha që edhe burrat kanë njëherë po
më thonë, ndodhë dhe musulmu, ndodhë dhe mu abuzu psikologjikisht, që e dim që ndodhë, po kjo nuk do të thotë që na vish kemi nevojë me u vetëdisu se qysh tjetri po e bën burri gruan ose gruaja burrin këtë rast, qysh po e bën mundje në raportin mes tyre. Edhe kur na që ato tentojmë me trajtu si çështje, më thonë me kuptu që qysh po mendoj pse unë po ndjena qështu kur ti fol ose kur ti më ofendon, për shkak se na duhemi mu vetëdisu dhe çka është ofendim. Sepse shumë shpesh njerëz që janë manipulator, qofshin burra ose gra, ata janë tepër të shkathët edhe me dalë prej situatave që edhe me të lënë keq, edhe njëkohësisht, më thonë, mos me e marrë përgjegjësinë komplet me mbet të ti. Përgjegjësinë se cili e kemi për veti. Po, kur po thome kemi përgjegjësinë për veti, nuk po du me thonë në këtë rastin aktual. Që bashkëshortja është fajtore, pse dikush është rëndun. Në asnjë moment. Po ideja është që na duhemi me ditë me kënd jemi të jetu edhe deri ku duhet me leju. E jo mande më ardhë puna me shku, më thonë, deri në polici. Faleminderit Zotit që ekzistojnë policia, po prapë se prapë na duhemi me ditë, do me thonë, deri ku dikush duhet me shku në raporte. Po në disa raste kemi që ajo dhuna fizike, qoftë e vogël apo e madhe, quhet dhunë fizike, ndodhin edhe nga presioni që mund ta kenë njëri tjetri duke biseduar, pastaj mund të ofendohen dhe ashtu për ashtu mund ndodh çështje momenti që padyshim që në shumë raste ka me herë pendes, por në këtë rast personi tjetër nuk është që fal dhe me herë duhet ta bëj publike, në këtë rast ta dërgojë në polici. Nuk mendoj naim që jemi shoqni qaq s'po thëmë në nivel, rastit e izolume, po rastit e izolume ka shumë. Kështu që paraqitja në policit e na nuk ndodh me të parën. Mendim për këto po mendoj, po besoj shumë. A je sigurt? Po besoj shumë që po. Për shkak se na jemi shoqni që gjithmonë është tentu që mu hesh gjanat, gruaja duhet me duru për me majt familjen, që jam pro asaj, që duhet me tentu gjithmonë me majt familjen. Po gjithmonë edhe pro asaj që e thash që me e ditë deri ku finin, deri ku njonit e tjetri duhet me ndërhy, edhe po nuk shkojmë na në polici dhe më thonë për pak. Edhe veç nëse ka raste diçka që dojnë me bu diçka mediale, ose jashtë qasoj që ndodhë realisht, për me arritë synimet të tjera, për ndryshe, për shkak se shoqënia jonë gjithmonë dhe na hala funksionojmë në atë kuptimin që dojmë i majtë rastet e izolune. Na hala shkojmë të psikologu se s'dojmë me ditë kërkush që po shkojmë. Por, momenti që bëhet rasti përtuesi publik, ose do duhet të vinë policia në banesë ose në shtëpim, dashte pa dashte ka me marrë vesh këshia që është të populli. A ka vend hapësirë ma me qëndru që të dy bashkë apo jo? Pra e mund të falet, se dy persona se një qift, por ndonë se ne nuk kujtojmë për të tjerët, por vazhdimisht kemi pas për thasha thema se njerëz që thonë ka një herë, dy herë, tri herë policia të dera, nuk di pse jetojnë bashkëta. Pra nëse jenë gjendje me ja falë atë gabim se duhet me qunë polici. Po. Na jem disa njerëz janë të pa zhvillun emocionalisht mjaftueshëm që me u ballafaqu me vështirësitë. Kur po them emocionalisht, jo të zhvillun mjaftueshëm, është fjala që nuk arrin me zgjidh konflikte. Kur njeriu nuk arrin me zgjidh konflikt, është emocionalisht jo i zhvillun sa duhet që me e ditë. Pse nuk është bazë komplet tjetër të fëmijëria hershme kryesisht. Po tash na tu e di që jemi tu fol për të rritur, është ideja që ata mundet njeriu në gjendje afekti, po kjo pjesë duhet me u trajtu shumë mirë mes çiftit. Edhe me u distancu për një kohë. Nuk kemi nevojë na e dim që edhe në aspektin fetar, po edhe ligjor, pjesa e divorcit kërkon shumë procedura. Pse? Veç për faktin që me ju shmang, sa ma shumë divorce, edhe që është diçka shumë e mirë. Por, qifti nuk ka nevoj gjithmonë me unda dhe me thonë na undam, po ti mundesh me testu. Largohesh, distancohesh, e sheh veten, se cili e sheh veten qysh është në qëtë raportin, dhe me thonë, jo afër, e vlerëson,
edhe që ajo ju jep hapësirë për me reflektu edhe pse jo me bo, po mendojnë me bo një farë brainstorming në mes veti, qifti, edhe me ditë që qka është unë asjel deri qëto. Se nëse na qiftet vishit të i kalojnë rastet, hajtë se ndodhi, se pe kaloj, hajtë se ndodhi, ajo prapë ka me ndodhë. E problemi është diku shumë ma thellë, se na, dhe më thonë, është problemi aktual edhe burimi. Na du të mu marrë me burimin e problemit, jo me problemin aktual. Se ka njëherë nashta mundet me qenë një tavolin, ku qifti pëtojnë me vendosë në salën, por realisht edhe lind konflikti shumë i matë, po burimi nuk është aty, është ndoshta komplet diku tjetër. E na kemi nevojë mu marrë me burimin, e me burimin nuk mundemi mu marrë të shkun policisht do 2-3 ditë. Po, tu e trajtu çështjen mes veti, çashtu qysh është mas mirë. Nëse nuk mundemi veç qifti me zgjidh, për shkak se njerëz nuk arrin me zgjidh, për x arsye. Atëherë ka njerëz që janë profesionist që munden me u marrë me këto çështje. Me që jemi ka funi këtij emisioni, tash, sipas jush, do duhet të i besoj më Valon Syles kur del në media dhe jep komente ndryshme, se unë po silem më shumë ka Valon Syla, me qenë se u shmarë shumë me tema ndryshme. Tash, padyshim që do të del në media, dhe si tip që është i tillë, pra mund të thëtë diçka e thjesht ka ndodhur edhe mund të vazhdoj, por ne këtë rast si audiencë, si shikues, mund të besojmë për çka do të fletaj. Në fakt nuk është që ka full për jetën bashkëtorë, por ka full për tema politike më shumë. Këtu me jo përgjigje, po jo është pak problematike, po prapë se prapë mendoj që duhemi me qenë shumë të rezervun. Se ne gjykojmë si popull dhe ne gjykojmë, pra X personin në televizion ka bërë këtë gabim, ose ka bërë gabim, jo vetëm që është në bashkëtorë, po një problem të caktuar që mund ta shkel me veturë di kam pa dashje, ne nuk i besojmë sepse ai ka vozit veturën shpejt. Do të thonë se s'ka pas fajt për këtë gjëra që mund të ndodhin. Po. Edhe gjykojmë pastaj. Po. Unë na jam prapë po kthen ata aspekti psikologjik, që njeriu me ndryshu mundet, na besojmë që njeriu mundet me ndryshu, por është proces që kërkon kohë. E ata që thonë s'po mundem me ndryshu? Munden, veç duhet me dashur. S'kan vullnet. Po, veç duhet me dashur. E kështu që edhe rasti i tij duhet ka nevojë për kohë që me arrit me ndryshu te vetja. Nuk po them që është tash duhet me trajtu si njeri që s'doj me pa, do me thonë kur me sy, po prapë se prapë është një person që ka nevojë mu marrë me veten, e mu marrë me veten është një proces bajagi i gjatë, nëse doj me arrit rezultate. Mas pari duhet me dasht, mandej tjetra, mediat na dim që jenë problematik ka njëherë shumë e madhe, për shkak se edhe komentet mujnë me ndikun shëndetin mendor, që që kemi patë shumë figura publike që kanë ndikojnë komentet. Kështu që me qëndru të rezervun, qka jemi të këqyrë, kënd jemi të e dëgju, unë e të thash shumë mirë, thash mu nashta televizionet tjera munden me më thirë një javë ma herët edhe nuk shkoj për x arsye ose nuk kam kohë, po këtu erdha për një ftesë brenda 2 orëve, për shkak se duhemi me ditë edhe vetë ku shkojmë, duhemi me ditë edhe vetë çka folim edhe prej kujt e pranojmë një ftesë. Kjo vlen për krejt ne, për shkak se mediat sot janë shumë problem. Edhe njëjta është edhe kur jemi në rolin e audiencës, me po që, më thonë, prej kujt jemi të marrë dhe çka jemi të marrë. Ai duhet me qenë një proces me veten, derisa e kalon, derisa vim në një pikë, se nëse ai ka me vazhdu mu përfshi në media, ai vetëm ka me më thonë, audiencës nashta nuk kam i dëmtu audiencën qatë shumë, so kam i dëmtu veten. Atëherë vlerë, faleminderit që ishe pjesë e këtij debati. Faleminderit shumë juve për ftesën. Të nderuar miq të RTV-s, kaq për këtë takim, takohemi javën tjetër dhe atëherë më mbetshim me programin e vazhdim nga Radio Televizioni Iliria. Natën e mirë.